Ky momenti i darkës që shijoj më shumë kur duhet të vë serumin e syve. E mora këtë serumin vetëm para pak ditësh, e kam përdorur shumë vite përpara, po e kisha lënë pas dora. Ky është serumi i syve nga Apivita, se mëra, me 5 funksione të ndryshme, fiksa të funksionet që secili nga ne do që t'i ketë çdo lloj produkti që përdorim. Për shembull, për zonën e syve, ky serum bën mirë për rrudhat, për hidratimin shumë intensiv të lëkurës poshtë syve, bën mirë për rrafët e zi, bën mirë për qeset e syve dhe ka edhe efekt lifting, pra i tërheq syt kështu. Unë e përdor dhe në mëngjes dhe në darkë, po tani një mbas dushit e disa relaksuese është. Efekti që unë ndjem më shumë nga të gjitha është ky hidratimi i pjesës poshtë syve që të nesërmen kur zgjohesh nga gjumë janë syt kështu si pep. Pas serumit përdor edhe kremin e syve nga Apivita. Ndoshta bashkimi të dyjave më jep atë efektin kështu, aq të relaksuar. Ja. Rutina e darkës live duke ndarë me ju. E ndi kështu të hidratuar që tani. S'ka nevojë të pres deri në mëngjes. Kaq mjaftojnë, këto të dyja duan për syt, serumi dhe kremi.